Ivanka Trump ka shkuar në kryeministri mbrëmjen e së njëjtës. E bia e presidentit amerikan Donald Trump u prit nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Të mërkurën në mbrëmje, Ivanka Trump zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama dhe një grup arkitektësh ndërkombëtar. Në fokus të bisedimeve ishin projekte dhe ide të reja zhvillimi të lidhura me investime strategjike dhe vizion urbanistik në zonën e Vlorës. Pas darkës, Rama dhe Ivanka Trump qëndruan disa momente jashtë ambienteve ku u zhvillua takimi, duke shkëmbyer bisedë të shkurtër, ndërsa gjithçka është shoqëruar nga masa të rrepta sigurie. Më pas, Ivanka Trump është larguar me automjet së bashku me kryeministrin Rama në drejtim të Orikumit. Sot, Ivanka Trump zhvilloi një tjetër vizitë në manastirin e Zvërnecit dhe në zonën e Porto-Novos. Por ndërsa Ivanka Trump u prit nga kryeministri Edi Rama, mbrëmjen e së njëjtës, bashkëshorti i saj Jared Kushner së bashku me Steve Witkoff u pritën nga presidenti rus Vladimir Putin në Kremlin. Lajmi u bë ditur nga shërbimi për shtypi i Kremlinit, i cili konfirmoi se bisedimet kanë nisur zyrtarisht dhe janë përqendruar kryesisht në çështjen e krizës në Ukrainë. Sipas njoftimit, palët kanë diskutuar gjithashtu për disa tema sensitive, përfshirë mundësinë e përfshirjes së Rusisë në bordin e paqes, si dhe fatin e disa aseteve ruse të ngrira në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë administratës së mëparshme amerikane. Këto informacione janë raportuar nga Agjencia Shtetërore Ruse TASS. Në takim ka marrë pjesë edhe drejtori i Fondit Rus për Investime Direkte, Kirill Dimitrev, si dhe ndihmësi i presidentit të Rus, Yuri Ushakov. Sipas SRIA Novosti, Ushakov pritet të informojë gazetarët për rezultatet e bisedimeve përmes një komunikimi telefonik. Vizita Witkoff dhe Kushnerit në Moskë u paraprit nga një takim i zhvilluar më 20 janar në Davos, në kuadër të Forumit Ekonomik Botëror, ku ata u takuan me Kirill Dimitrev, krye i fundit, i mbajtur pas dyerve të mbyllura dhe që zgjati drejt 2 orë, u cilësua nga Witkoff si shumë pozitiv. Delegacioni amerikan mbërriti në Moskë rreth orës 22:30 sipas orës lokale dhe u drejtua menjëherë drejt Kremlinit, ndërsa ishte paralajmëruar se takimi do të zhvillohej në orët e vona të mbrëmjes.